Martona me parafolsi që ky edicion i botrorit është mjaft interesant. 4 skuadrat që tash në gjysmë finale janë me merit. Ndoshta para fillimit botrorit shumë kanë pritë që Portugalia me arrin këtë fazë ndoshta me qenë edhe fituese e saj, po pastaj gjatë rrugës e kemi pasur që Portugalia nuk është ai favoriti i madh që shumë tifozë dhe shumë ekspertë kanë parashikuar. Kupto pastaj besoj që kena me analizu ma vonë. Sa i përket pauzës të hidratimit, kjo është pak 50-50. Shumë intervista trajnerat e kanë mikprit këtë pauzë të hidratimit, edhe pse tash nuk është veç 1 minutë, është 3 minuta, plus po ndodh 2 herë gjatë ndeshjes, po ka pas edhe pak natësi, si për shembull rasti i Virgil van Dijk, i cili pothuajse në çdo dalje publike e ka kritikuar në mënyrë ose tjetër këtë vendim të FIFA-s, po tash e tham që gjithçka është komercializuar dhe do të më pranu. Tash pak është edhe ndimes normalisht për futbollistët për shkak të faktit që temperaturat në Amerikën shumë të larta dhe Portugalia që është botrori më i nxehtë ndoshta. 3 minuta është shumë. Të shkon në minutë, ndoshta as kish luaj shumë pesh, ajo që po thotë trajner të kam ikprit, normal që prej gollës deri në bankinë shkon në lek. Trajnerët e kanë ikprit sepse po kanë këshillat. E peshojmë që këtë botror nuk po mundim as me komuniku me lojtarët se më njëherë po dalaj referi 4 edhe po i pengon, kështu që për këtë arsye trajnerat janë shumë të lumtur që e kanë këtë pauzën e hidratimi.